Në garën e Olimpiadës 2025 të mbajtur në shtetin e New Jersey në SBA nga 10 deri më 16 qershor 2025, nxënësit e International Marif School of Kosova arritën të kenë një sukses të jashtëzakonshëm në këtë Olimpiadë fituese, kur morën pjesë mijëra nxënës nga mbi 50 shtete. Nxënësit e IMSK-s fituan gjithsej 33 medalje me çmim nderi, duke përfaqësuar Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Duke shprehur emocionet e tij për këtë sukses historik, përfaqësuesi i Fondacionit Turk në Marif në Kosovë, zotri Mehmet Nedim Aslan tha: "Jemi krenar për secilin nxënës dhe për të gjithë mësuesit tanë që mbështeten ekipin ton. Ky sukses është dëshmia më e qartë e punës së disiplinuar, për kushtimit dhe cilësisë së arsimit që ofrojmë në shkollën tonë dhe se konkurrues jemi në arenën ndërkombëtare. Ekipi i Olimpiadës i shkollës u dallua për performancën e lartë në fushë të rëndësishme si biologjia, matematika, shkencat natyrore dhe inteligjenca artificiale. Arritjet janë nga Kushtrema Kajoshi, klasa e 9, vendi i dytë në botë në biologji, medalje ari, medalje argjenti në shkenca, matematikë dhe inteligjencë artificiale Teoman Gorica, klasa 9, vendi i tretë në botë në biologji, medalje ari, medalje bronzin të matematikës dhe shkenca, medalje nderi të inteligjencës artificiale Anika Mulaku, klasa 11, medalje ari, vendi i dytë best of the best në inteligjencën artificiale Amar Mustafa, klasa 9. Medalje ari në shkencë, medalje argjenti në matematikë Diar Kelmendi, klasa 9, medalje ari në shkencë, medalje bronzi në matematikë dhe medalje nderi në inteligjencë artificiale Erta Tejeci, klasa 10. 3 medalje bronzi në shkenca, matematikë dhe inteligjencë artificiale Emir Lezi, klasa e 9. Medalje ari në inteligjencë artificiale, medalje bronzi në shkencë, medalje nderi në matematikë Anisa Rahmani, klasa 11. Medalje nderi në shkenca, matematikë dhe inteligjencë artificiale Rejana Lezi, klasa 11. Medalje bronzi në inteligjencën artificiale, 2 medalje nderi në shkenca dhe matematikë Rezana Kajoshi, klasa 11. Medalje nderi në shkenca Anesë Krasniqi, klasa 10. Medalje bronzi në inteligjencë artificiale, medalje nderi në matematikë Fatih Hasani, klasa e 2 medaljeve të bronzit në shkencë dhe matematikë. Vigan Beti, klasa 9, medalje nderi në matematikë dhe inteligjencë artificiale. Një qasje arsimore që formon liderët e së ardhmës. International Marif School of Kosova vepron me vizionin për të formuar individ të vërtetshëm dhe për të qenë paranoj e arsimit modern, duke vendosur në qendër të vëmendjes suksesin akademik, punën e disiplinuar dhe zhvillimin individual. Stafi kualifikuar arsimor institucionit synon të krijojë një ambient ku të nxënës të arrijë potencialin e tij maksimal, duke u pajisur atë jo vetëm me njohuri, por dhe me vetbesim, mendim dhe kundërveshtrim global. Këto suksese pasqyrojnë fuqishëm misionin e International Marif School of Kosova për të formuar individ të ndërgjegjshëm, të përgatitur dhe të gatshëm për kërkesat e epokës globale. Si pjesë e rrjetit arsimor global të Fondacionit Turk Marif, International Marif School of Kosova vazhdon të performojë liderët e së ardhmës duke shfaqur fuqinë e arsimit cilësor. Shkolla Marif filloi aktivitetin e saj arsimor në vitin 2017. Numërojmë rreth 780 nxënës në dekat e saj në Prishtinë dhe Prizren. Në vitin 2024, në STEM Olimpiadën e mbajtur në Hag të Holandës, nxënësit e Marifit dhe fituan gjithsej 19 medalje, përfshirë 9 të arta. Gjithashtu fituan vendin e parë dhe 2 vende të treta në kategorinë Best of the Best. Në fushën e gjuhave, nxënësi Yn Hasan Gashi fitoi 5 medalje në Olimpiadën ndërkombëtare të gjuhës të mbajtur në Paris nga data 7 deri më 12 maj 2025. Në robotikë, ekipi ynë i gjimnazit u renditi tretin e botë ndër 110 ekipët pjesëmarrëse në kupën botërore dhe fitoi çmimin strategjia më kreative. Shkolla Marif shquhet si në nivel lokal ashtu edhe kombëtar për sukseset e saj akademike dhe sportive. Në vitin 2025, nxënësja degës së Prizrenit Diarta Çollaku fitoi vendin e parë në kategorinë e shkollave të mesme të ulta në garën e 26 kombëtare të fizikës në Olimpiadën e matematikës. Uvej Semini dhe Diarta Çollaku
Baku fituan vendin e parë në nivel të komunës. Rauna Rukalo vendin e dytë, ndërsa në nivel kombëtar Uvejs Emini fitoi vendin e tretë duke renditur shkollën tonë të parë në Prizren dhe të tretën më të suksesshme në gjithë Kosovë në matematik. Në sport, në lojrat e dytë evropiane dhe të Ballkanit, Resul Smajli doli kampion në ping-pong, ndërsa Ari Krasniqi zuri vendin e dytë në qitje me hark. Raunar Zokaj doli kampion. Gjithashtu, Ari Krasniqi, Muhamed Almedar dhe Resul Smajli fituan titullin kampioni i Kosovës në ping-pong duke shfaqur performancë shkëlqyer edhe në turnejt kombëtare. Nxënësit e IMSK-s kanë arritur rezultate dhe në gara të Kiargo Math, gara kombëtare e ndërkombëtare të Komindit, Kosova Marsk Lange dhe gara ndërkombëtare robotikës së Mashtit të Turqisë, duke dëshmuar edhe një herë vizionin dhe cilësinë e shkollës sonë.